Unë thjesht mundem t'ja respektoj dhe çdo kush të vazhdoj jetën e tij të lumtur, pa marrë parasysh se ndihet brenda. Unë nuk e mohoj ndjesin time, ndihem e shkatruar totalisht. Nuk është e lehtë që t'i shoh ata vazhdimisht në shtëpi. Se raste do ishim për jashta, nuk do vinte situata që dikë që e du, kam ndjesi edhe pas asaj që kene përjetu bashk, do ju rria para syve që t'i shoh vazhdimisht, po më duket vetja sikur po pezullohem edhe në lojë madje, sepse unë kam zgjedh fjala mos jem pranë ti në ambientet ku është ai, po ai është vazhdimisht me ju lojtarët, me ju që unë jam vazhdimisht me ju. Edhe do duhet që t'rregojmë shumë e fortë, që ta marr veten sa më shpejt, që mos djeg veten. Duke qëndruar larg këtij. Vetëm fakti se s'dua ta shoh atë se çfarë bën me jetën e tij, se është diçka që mua thellësisht brenda në zemër më shkatron. Dhe këtu nuk mungon fakti që ne disa prej banorëve, mos thon pjesa më e madhe ose të gjithë, ta kemi bërë me dje dhe ta kemi cek që për të